أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na mundsoi që të him në finale. Prej sonde, vetëm se kemi hin në finale, dhe ju si që dini se unë anoj të mendimi shumë shpesh herë në Ramazan ndodh, si thot Ibn Hajar al-Asqalani, se nota e Kadrit është nota 21. Na jemi nota në 21. Shkak se thot Ibn Hajar al-Asqalani, I vetmi argument I sakt që ka ardhur nga pejgamberi Allahut është nota e 21. Nga se siç transmetohet se kemi qenë duke prit notën e Kadrit në 10-in e parë. Kur boni me dal pejgamberi Allahut, Gjibrili a.s. I tha atë që e kërkon është para teje. Ta vazhduam itikafin deri ditën e 20. E pastaj pejgamberi Allahut e pa një ëndër se nota e Kadrit ende se kanë përjetu. Dhe pa në ëndër se pejgamberi Allahut do ta përjeton notën e Kadrit dhe do të I jepet një shenjë pejgamberit Allahut se ka përjetu notën e Kadrit. Cila ishte ajo shenjë, siç e dimë ne, ëndrat e pejgamberëve të Allahut janë hak. Ta pash në ëndër sikur se e falmin ne sabahun, pasi e fala sabahun, tha pa ta bon sejdë, bona sejdë dhe balli im dhe huna ime mu bo me balë. A më transmetuesi thot s'ka pas asnjë alamet, asnjë shenjë se ka me ra atë në të shi. Pra ata pejgamberi Allahut ato që ishin në itikaf me mutha le të kthehen. Se ende nota e Kadrit është në vijim. Dhe u kthim dhe në mëngjes ta kur u kthi pejgamberi Allahut nga xhamoti, ta e pam se balli pejgamberit Allahut dhe huna e tij ishte një llos me balë. Dhe kjo është nota 21. Pra të selefët parë tonë edhe pse nuk e kanë përcaktu, si që nuk e ka përcaktu pejgamberi Allahut. Nga se me thonë se me një depo ka flori, me një depo ka diamant, dhe unë I kam 10 qelca në dorë. A pe merë një qelc, a 10 qelca me qelc. Sa oj kishtë mburë? A një 10. Njoni për këti qelcëve që e qelë këtë depon, jo të 10. A kështë morë një qelc, apo 10. Para ta Imam Zuhri u thot ibadeti ma madhështor në 10 netët e fundit është itikafi në xhami. Ndërsa unë e peshtoj prej meje kjo, në lidhje me një hadith pejgamberit Allahut, se itikafit në xhami nuk ja te kalon vetëm një vepër. Itikafin në xhami në këtë zaman është sikur me bo itikaf me pejgamberin alayhis salam. Pra kush ban itikaf në xhami, I lumt. Për shkak se Imam Zuhriu thot kuptimi I itikafit, suneti harruar, suneti braktisur që pejgamberi Allahut kur në jetën e vet se kalon. Një vjet që kalon. A di kur e kalon pejgamberi Allahut itikaf? Kur ka dalë pejgamberi Allahut në itikaf, edhe gratë e pejgamberit Allahut krejt ka hin në itikaf me pejgamberin Allahut atëre ka dalë. Pejgamberi Allahut e ka pas zakon në xhami e ka bën ishator. Mrena në xhami që ati ka qëndru pejgamberi Allahut. Pastaj kur dilke për namaz, dilken ishte në xhami. E Aisha e pyeti ja Rasulullah, tha ban unë nga tije që ati ta majnë ishator ta ban. Kur mor vesh Hafsa tha ban edhe unë. Zejnebi, Sauda, rënë unisë, në pejgamberi Allahu thash po dalë.
Për këtë arsye pejgamberi Allahut mirë, po këta e kompenzojnë sheval. Për ata dietarët e rëndësien e itikafit aq i madh ka qenë i rëndësishëm te pejgamberi Allahut që e ka kompenzuar në muajin sheval që vijon. Pra pejgamberi Allahut asnjëherë se kalon itikaf. Për atë Imam Zuhri thotë çka do me thonë itikaf. Itikaf do me thonë milon punë të dunjos dhe më murë vetëm me punë të ahiretit. Në kuptimin e Imam Zuhriu që thot, me ranë pragin Allahut Azza wa Jell dhe me i thonë, ja Rab, unë nuk largohen nga pragi jot deri të ma mundsojsh me përjetu natën e Kadrit. Kjo e që itikaf. Edhe çka do me thonë itikaf? Do thonë që me ranë pragin Allahut Azza wa Jell të dera, me trokit në derën Allahut dhe me i thonë, ja Rab, kam lënë punën, kam lënë familjen, kam lënë gajlet, kam lënë preokupimet, i kam lënë kerejt. Unë kam rate pragi jot, shpresoj mëshirën tonë. Nuk largona derisa ta përjetoj mëshirën tonë dhe derisa të më shkruajsh emrin tim në regjistrat e banorëve të xhennetit. Rat pejgamberi Allahu tha melekët ku të gritet lart në qiell, Allahu i pyet, çka janë ato? Kush janë ato? Çka janë? Thotë janë arab kanë rënë xhami me boj ibadet. Ta çka dëshirojnë këto? Tha ja Rab, tha e dojnë xhenetin tëm. Tha e kanë pa xhenetin tëm? Tha jo me pas pa ato. S'kishin dalë kur pi xhamie. Tha po tjetër, tha frikën. Nga frikën nga ndëshkimi jot. Tha e kanë pa ndëshkimin tan? Ndëshkimin tim? Tha me pas pa ndëshkimin tim, tha ato kishin qajtën derisa që në gjallë, ishin frikën. Tha atëre jepni selam atinve se kam e adhonat që shpresojnë dhe kam i siguru nga jo që frikën dhe tutën. Ka shmizja e parë e i tekavgjive të cilët kanë ardhen misafir. Dhe ti mundesh me qenë i tikavgji pjesërisht. Kur ti në xhami, e bani jetë me qëndru qatë kohën që cilën e kete lirë me qëndru për Allah, si kur ato që i kanë do 10 ditë me qëndru për Allah. Ka i tikaf të i përkosh. Qëndron xhami, një badet. Si kur ato që të qëndroj, mos mush 10 natë, munësh një natë. Mos mush 2 natë, një pjesë të natës, pra munësh. E kush ja te kalon këti, ja te kalojnë vetëm që to që ju bojnë izmet juve. Që to që ju bojnë izmet juve, pëse? Që i pastrojnë, që i drejtojnë papuqët, që i pastrojnë në vendin e abdesit, që i shërbin juve vetë që to jashtë te i kalojnë. Një natë me nejt, një tikaf. Dhe një shërbim me abo muslimonit, një natë me nejt, jo një natë. Një muj me nejt, një tikaf në xhamin e pejgamberit Allahut nuk barazohet me ata që ju shërben ju. Kjo nuk kam për i gjepi tem, kjo është për hadithit pejgamberit Allahut. Ndëgjore këtë hadith të bukur që më transmeton Imam Tabarani dhe Imam Baihaqi u Sheikh Albani ka thot se hadithi është i mirë. Transmeton nga Abdullah ibn Omeri që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri më i mirë te Allahu është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Ti nëse don me dita, a je i mirë te Allahu, pyet të veten, a kanë hajr dikush për ti i gëlldu? Ata ka pa hajrën dhe njerë? Ha? Për këtë arsye do thonë, ti më i mirë është që ku ta shohin hajrin qërë. Vepra më e dashur te Allahu ka thonë ta shtish një gëzim zemrën e muslimonit, ta gëzojsh një musliman. A ki gëzu sot dhe një musliman? Ha? Një 10 i kam i dhnua me gëzu, alas më ka shku menjë. Para për në ta, po s'jesh një sadaka, po. A më kim role, ta kuptonë për shkak se thë qështu e kam tipin. Mahmud Mosri, Allah e rujt, këna pas profesor Hoxha gjënë në Egjipt, a i gjithë një kur të regon ders, nuk të regon si unë, a kuptonë se unë jam diku për Sheikh Muhammed Hussein Jakubit, Allah e rujt, a i shkëfor për zjarë, për gjenemin, i tut njërës. Apo? Unë jam diku, kam nejtë shumë për të. Mirë, po a i më pëlqej ke metoda ti, a i ka të kundër të. A i këtë busqeshje, e mojti një ders për vlerën e busqeshjes. A njoni kur si shte busqeshje në jetën e vetë.
Ditën e Bajramit tha hudon pi tregon, u bosqesh dhe ki e përcella ja thot e mundohet më bosqesh një 5 minuta dikur falçit ja nisin me i dhimt. I ban telefon Mahmud Masri thot sa dakika be ke më bosqesh. Po tan jedër më bosqesh sa keq. Para ta vepra më e dashur te Allahu ta gëzosh një musliman. E si ta gëzon, ka thonë pejgamberi Allahut, ose e hekni gajlen i dert. Ka një problem, gjë, kanë marrë lejen. Këshire dikana, kupton. Ka një problem njëtën e vetë, largoja një brengë. Ti një therë me hek për rrugë, njëri ka një gjennet. Po me hek një gajle muslimoni? Në gjennet ul firdaus, shko, me ta pranu Allah. Ose me ja largu një borgjë. Ka borgjë, shkreti kur së ndel për borgjë, po. Pra ta njoni një fukarak, qëtani të një zengin, të një pasaneki, thët, një mombe, gjithë ma dorën se jam në zero. Shko, thot, shka në zero, unë e pi kursën po vinë zero, në minus jam. Pra disa ka njërë në minusa. Ose ja largon një borç, ose ja largon një skamje. Thot pejgamberi Allahut e largon një uri nga aj. Pastaj ndëgjoj këta. Thot pejgamberi Allahut atë që tash. Me qëndru me vëllavin tim, me ja hek një telashe, me i boj një izmet, me shërbi ati, është ma e dashër për mu, se me hi një tikaf në qeket gjamin time, një muj. E në gjamin e pejgamberit Allahut me bo një reqat e disa në vlerën, një reqat me bo sa e ka vlerën, mbi 1.000, jo 1.000. Ato që i kompërthen nga 1.000, gabim e ka. Mbi 1.000, sa 1.000, po numri ma i madh të arabët ka qenë 1.000. Me pas trilion, kishte thonë pejgamberi Allahut, sa 1 trilion. E sa mund njeri 1 muj me bo namaz gjamin e pejgamberit Allahut? Sa mund me lexu Kur'an? Sa mund me bo ibadet? E ato që shërbejnë këto çunat e ri që ecin unë për tas dhe njera, kupton se ani sheqerin e kam, më mbani Allah. Apo ti ambël jam. Që gjithë se kam kripën. Pra vëllezër të ndershëm, këto që shërbejnë e kanë shpërblimin që pastrojnë xhamin, kujdesën, i bëjnë izmet me ditë ato. Kishin nejt vich në kom, si shinu qiç. Me ditë shpërblimin. Cili për neve ka mundësi 1 muj, ku të lënë benusja jote të jenë 1 muj në xhami me marë. 50 herë të shkurorizon. Kur mo, sinë që një shef. Amo ti shërbimin që ja ban dinit e kesh përblimin ma shumë se krejt këto shka falë. Veç me pastru që këtë tepi që kujto ku që i vend nga xhamia dhe ban sejtë të Allahu ka shpërblim. Para të ka thonë pejgamberi Allahut, ka thonë me qëndru me vëllavin tim, kështu feja duhet kuptohet. Jo feja vëllav veç unë, të më shërbejnë aga. Apo, e ki pa për para, kupton dhe legenin të kanë pru milot dhe urt. Aga bab. Edhe pse kanë druta, shë kupton. Shtajtë të volja, kupton, tha aga bab që të plejnë, aga bab, tha, blej buk, aga bab, tha ka dole. Vetë që këtë aga lëkin hekmani. Qëfar aga lëki po shiftit e unë. Pra vledhët të ndërshëm pejgamberi Allahu ka thonë me i boj zmet qerve, me qenë shërbimin e njerëzve, po thamë dinit, se dinit, këta nuk motën, këtë dënjo, s'ka se në që i kupton, veç firdausi a që ta pagu, s'munët kupton me ta pagu, s'ka kandar, nuk ka fjallor, nuk ka citat, nuk ka fjallë që mundet me ta përshkujt mi shërbej dinit Allah. Rata pejgamberi Allahut kur ka thonë se 7 lloj njerëzim në rijën e arshit Allahut, cili është i pari? Imamun adil, udhëheci i drejt. E udhëheci i drejt ma pak pikejtve ka vakt me boj ibadet. Ai shtatë e gje ka thonë ai që i cili qanë për Allah. Ti lotin, a ke qitë një lot për Allah? Ha? E një ditë më ra, di lot për Allah, atëherë mishë dështë. E di pse? Fara e besimit, kut më rrije vllaga e imanit të fara e besimit. Ala s'ka bënja, ala s'ka bënja, s'kujto se ke bënja, dhe kuton? Loton sini. Kjo është alamet. Nëse loton sini namaz, loton sini në Kur'an, loton sini duke përmen Allahun, ka fillu fara me qelë, mrena. Do thonë ka filluan fara mu regullu për me dal me dhonë frit. Allah se ka thonë, vazhdo. Ai cili udhëhec umetin, ja pregadit vendin e ibadetit, i ban izmet atyre, ai i pari që në hinë e arshit Allahut. Pastaj i tha pejgamberi Allahut, nuk e la me kaq. Ka thonë ai që
ku të banjsh hizmet njerëzve, njeri hidherohet, se dikush ta ban bajat, dikush të bërtet, apo? Si unë, për shembull, me më qillu përpara, kupton? Sidomos kur e kam sheqerin nalt, mos më del përpara më mirë, ha? E di sadëria. Pra për këtë arsye, domethënë mos më del përpara. Ku të bërtose dikush, e patër pejgamberi Allahut neve na korrigjon. Thot, ai I cili e ndal zemrimin, e frenon zemrimin e tij, ai I cili e frenon zemrimin e tij, Allahu Azza wa Jall aq jamush zemrën atij ditën e Kiametit me shpresë që Allahu Azza wa Jall ka me fol. Ka thonë me qëndru me vëllëvin tanë në izmet të ti, ka thonë Allahu t'i shtrëngon kamët e tua në ditën ku të rëshqasin mbi urën e siratit. Mi bojnë izmet njerëzve, pra kjo është ajo misioni jonë. Pra vëllezër të ndërshëm, natën e Kadrit si ta përjetojmë në. Shumë letë është me përjetu. Vetëm hajde në xhami me zemër, mos hajde në xhami viç me trup. E dita ban sabër pak. A disa dush me bon sabër, ani se jenë punë nesër. Ti munësh me përjetu natën e Kadrit, sukur na që rrim ndoshta në xhami ta natën. Mi që ban një jetë ti me qëndru me imamin deri ta fale reqatin e fundit. Nëse qëndron me imamin deri në reqatin e fundit dhe ban sabër me ta, shkruhet sikur ta natën I fal. Allahu nuk të privon kërkan. Për këtë arsye lutim Allahun Azza wa Jall të jemi nga ato. Po unë që jam në xhami ose në shtëpi, apo ku do qoftë që je. Unë që s'di me lexu Kur'an, çka të baj, po ti më shumë se unë mundesh me bë hatme. Pejgamberi Allahut ka thonë 3 kul huwallaha me kënu një hatme. 30 kul huwallaha me kënu sa minutat I morin? 5, 10, apo? Sa hatme bojnë këto? 10 hatme. 30 kul huwallaha me kënu ti. 3 pallate në xhenet ndërtohen. A përshë kur shundin? Shumë. S'di me lexu. Në mara kul huwallahu ahad. Për çka se kul huwallahu ahad është sa 1/3 e Kur'anit Kerimit. Apo mu ishe ti me bë hatme gjatë natës, a ke mundësi ti shumë hatme mikrin këtë Ramazan që është plot mundësi. Pra mundësit që janë të shumë, ta ne do të regojmë dhe netët e tjera, se çfarë mund me bo na që me fitu shumë, edhe pse Allahu Azza wa Jall ka thonë kjo natë nuk është sa 1000 muaj, po është më shumë se 1000 muaj. E sa mund me qenë këto më shumë se 1000 muaj? Nëse pra ju të regojmë inshallah si jemi gjallë, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Pra namazi natës fillon nga ora 1. Namazin e vitrit gjithashtu do ta falmi pas namaz natës. Ato të cilët s'kan mundësi, domethënë me mor pjesë, domethënë, ato kanë mundësi vetë me fal namazin e vitrit kur duan. Pra ne namazin e vitrit e falmi mas namazit natës, dhe pse në namazin natën e kena fillu pen para natë të Ramazanit. Mi po tash pak më intensivisht e inshallah natën e 27 do ta bëjmë hatme. Enes ibn Malik thot, ai që prezanton në përfundimin dhe përmbylljen e hatmës dhe ka një kërkesë, një lutje, një hall që Allahu t'ja paraqet, Allahu ja pranon atij. Allahu na bën vetë.